A ju ka rënë sy flamujt e pa e kurosur e të vjetruar? Në Kosovë flamujt valvitën në sheshe e rrugë, por shpesh të rudhur, vjetruar edhe dëmtuar. Sipas neni 6.4 të ligjit për përdorimin e simboleve shtetërore, ndalohet vendosja e flamurit të vjetruar apo dëmtuar. Atëherë kur shohim flamuj të rudhur gjithandej, shtrohet pyetja: sa është kjo një neglizhencë ndaj simbolit tonë kombëtar apo një pakujdesi institucioneve edhe qytetarëve? Kur e shohim në një gjendje të tillë, shpesh përcillet një mesazh i gabuar, ndoshta jo mungesë dashurie, por shpesh mos organizim apo mungesë burimesh dhe sfida praktike. Ekzistojnë plot arsye pse flamujt vendosen në formë të tillë. Ata janë të bërë nga polisteri, që është material më i lirë. Faktorë tjerë zakonshëm janë buxheti i institucioneve lokale, mungesa e pajisjeve profesionale për mirëmbajtje të flamujve të mëdhenj dhe praktika vendosjes së flamujve në hapësira publike ku prishen shpejt. Çka duhet të bëni para se të vendosni një flamur? Përdorni avull të lehtë ose hekurosi me temperaturë shumë të ulët përmes një pëlhure mbrojtëse ose ndiqni udhëzimet e etiketës së flamurit. Sigurohuni që të jetë i pastër dhe pa dëmtime, kjo është po aq e rëndësishme sa mungesa e rrudhave. Pse është e rëndësishme që flamuri të jetë i shtrirë dhe i mirëmbajtur? Flamuri përfaqëson shtetin, kombin dhe institucionet në ceremoni zyrtare, shkolla dhe evente ndërkombëtare. Pamja e flamurit ndikon në seriozitetin dhe imazhin institucional. Shumë shtete kanë protokolle ose rregulla shtetërore për përdorim, ekspozim dhe trajtim të flamurit. Këto rregulla përshkruajnë madhësinë, mënyrën e varjes, rastet kur flamuri duhet ulur ose zëvendësuar dhe ndëshkimet për ofendim apo përdorim të papërshtatshëm. Disa vende kanë dënime për shpifje apo keqpërdorim, por jo për rrudha të vogla. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë United States Flag Code që përcakton sjelljen e flamurit, por nuk detajon kërkesa teknike për ekurosje. Gjermania flamurin e trajton me dinjitet, Franca ka rregulla strikte për përdorimin zyrtar, në Japoni respekti ndaj flamurit është shumë i theksuar në kulturë, ndërsa në Turqi ka ligje shumë të forta për mbrojtjen e flamurit. Hekurosni flamurin sa të keni mundësi, sepse nuk është thjesht një copë pëlhure, por historia që valon.